fjalove. Gëzuar një bazë, do të bekoje. Se di një unë të surprizët këtij. Sigurisht që se dije. Ku të vete mendja? Kush në soldi? Po, mbesën kam këtu. Ato të tjerat i kam në Itali, në Greqi. Ku të vete mendja në mbesa? Ja. Me që në soldi mbesa? Po, normale. Jo, nuk jemi nga mbesa. Po. Nga kush? Një mendim tjetër e vetë, do të zbuloj unë pastaj. Po nga cupa në Italia, Ja ta në shikoj. Greqi. To dy zemrat janë për ty, urdhëro. Edhe kjo buqeta me lule është për ty. Shpresoj që do të pëlqej. Gëzuar ditëlindjen e mira jonë. Kush mendon që do ta festoj këtë? Po këtu cupat, mbesat. Po ja ta shikoj. Kam marrë vesh që ke të gjithë larkë. Po. Me që edhe janë larkë, herda unë sot. Shumë faleminderit. Edhe ta siguroj që nuk është një surprizë e thjeshtë. Ndoshta duket e thjeshtë, po s'le thjeshtë. Sot është dita jote, dita e një nëne me zemër të madhe, e një gruaje që ka ditur të dojë pa kushte, të sakrifikojë në heshtje dhe të jetë gjithmonë shtylla e familjes tonë. Edhe pse largësitë kanë qenë të mëdha, zemra jote kur nuk është ndarë nga fëmijët. Vajzat e tua, edhe pse në emigrim, janë sot këtu me shpirt, me dashuri bashkë me mbesën që është drita e syve tënë. Ti je ajo nën që di të pres, që numëron ditët pa u ankuar, që mban malli në zemër dhe shpresën në sy. Dhe sot pa e ditur, jeta të ka përgatitur një surprizë. Sepse dashuria që ke dhënë gjithë jetën, po kthehet tek ty në mënyrën më të bukur. Gëzuar ditëlindjen zemra jonë. Para se ta mbyll këtë kartolin, ndaloj një çast. Merr frym thellë dhe shih nga dera, sepse djali yt po të vjen si era, me nusën pranë dhe me ëngjëllin e vogël në krah, drejt përshtatimit që ke pritur kaq gjatë. O të vete në gati. Në qëtën? Gjila. Mami, hajtë qindë të dajë? Jo, të që më ditëmi. Do Po si ma vetë këshu më së marë? të marë? Jo.